flasim për kolonat të gjata kamionësh që janë krijuar në pikën kufitare në Merdar. Sipas pamjeve, qindra kamion po presin në radhë të gjatë për të hyrë në Kosovë. Por një gjë të tillë nuk e thot qendra kombëtare për menaxhem kufitar, sidoqë që tjetë do të shohim pamjet direkt për ju që po na shehni në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Rushdi Bytyqin e kam në lidhje drejt për drejt, është një person që ka qëlluar të jetë në këtë pikë kufitare dhe ja po na sjell edhe pamjet ku shihen kamion të ndalur. Përshëndetje, mirë se erdhe në Radio Dugazhini. Mirë se gjitha. Çka po ndodh Rushdi? Çka ka aty në pikën kufitare? Këtu nuk është vetëm tash po marr një vetur këtu po vazhdim dhe po shkoj prej sportit deri lart të bëj gjizimin e gjitha kolonave që gjenden këtu. Shumë mirë. Dhe jo, ku jeni nisur? Ku jeni duke shku? Na jemi të shku në Kosovë. Ne transportojmë misër për konsonin. Shkote poshtë. Mirë, dhe ju keni mbetur të blokuar në kolon. Në këtë kolon që... Prej orës ditë, nuk është kjo e sotit. Kjo është prej si ka fillu kjo sistemi ri që e ka bërë këto të futën gjitha mollrat nga Kosova. A ma shpjegon edhe njëherë të lutem, jo jani duke provu që të hynin në Kosovë? Po, me mollrat misër, grër, ne për momentin kemi ngarkuar misër për konsonin për Kosovë. Dhe kolona është në pjesën e Serbisë? Pjesën e Serbisë, po. Për çfarë arsye apo ju tregojmë pse është gjithë kjo kolonë? Se sistemi i ri që ka bërë pushteti sotëm e ka bërë që gjitha mollrat të kontrollohen në Merdar. Kosova e ka vendosur këtë kriter. Me Serbinë, me kufirin e Serbisë nuk ka problem. Po, dëgjoj, këto problemi se gjitha mollrat, për shembull ne nuk kemi mundësi Kosova të prodhoj aq misër ose as zgër ta furnizoj gjithë Kosovën me material të tilla. Kjo masa Rushdi është goxha kohë gjatë, ka qenë gjithë kështu kolona, gjithmonë keni prisur kaq shumë? Prej 4 muajsh. Prej 4 muajsh. Gjithmonë presni sa jeni në kolonë, sa kohë? Po më herët deri në 3 ditë kemi prit këtu nga ona Serbisë futën në Kosovë. Pastaj edhe një gjysmë një ditë atje në Kosovë, vota ja kontrolla kështu. 3 ditë keni qëndruar në kamion. Në kamion. E shikon, e ke mirë pamjet. Po, i kemi edhe pamjet. Tash vetëm të shkoj të kthehem atje poshtë dhe bëj pamjen deri shpejt e bëj pamjen deri te kufiu i Kosovës. Krejt këta kamion po presin që të hynë në Kosovë. A keni provu që të kontaktoni Rushdi me institucionet që të shenin në një mënyrë? Institucioni ka që më thënë frikë vetëm për të vërtetës. Çdo politik ka frikë vetëm për të vërtetës. Se vërteta e qet çdo gjë pa. Edhe ato vetëm nëpërmes mediave. Media e mirë e qet të vërtetën shesh. Ne kemi problem, neve nuk na intereson çfarë marrëveshje kanë ndërkombëtare, marrëveshje ndërshtetrore. Neve na intereson të vim ta morrim mollën, nëse nuk ekziston Kosovë dhe ta bëjmë transportin. Neve nuk na intereson gjëra të tjera. Jo në të vit pres për pakës pare, të vetë presu në këtu 3 ditë, e çka ti të dërgoj fëmijëve të mi? Unë 3 ditë i harxoj ato pare. E kupton? Po, kuptoj. Shiko se është kolonat e poshtë po flasim. Do të thotë edhe në anën tjetër ka kaq kolonë sa e pam. Ditë për ditë është kjo maltretim. Online. Wow, jeni gjithë nga Kosova që keni shku me marrë mall aty dhe po ktheheni? Ka nga Kosova, ka nga Novi Pazari, nga Serbia, nga Shqipëria. Vetëm të kthehem këtu. Shiko. Pse merr kaq shumë kohë Rushdi, çka duhet, çka kërkohet aty në pikën kufitare? Shiko. Kosova për me zgjidh këtë problem duhet për shembull se ne përpara, nëse unë kam material për gjaku, unë shkoj që doganuam në Prizren. Edhe s'kam nevojë me prit, unë për shembull me prit në Merdar. Ai tjetër që ka për Ferizaj, le të shkon që doganohet në Ferizaj. Ai tjetër për Pel, le të shkon tash për momentin të gjithë që doganohemi në Merdar. E për atë bëhet kjo tollovi.
është bë vetëm një pikë ku mund të bëhet çdo ganimi, Po, domethënë. kjo çështja politike se ne do ta kontrollojmë ballin e këto. Neve nuk na intereson, neve na intereson të kryjmë sa më shpejt punë dhe të jemi efikas në punën tonë, se përndryshe të gjithë do ikim, do lëshojmë vendin nëse ka pritje kështu. E pyetja parë është pse po ikin të rinj shoferët, se nuk merr statistikat se ju jeni emision televizion, radio televizion shumë i suksesshëm, merr statistikat edhe shikoj sa shoferë kanë ikë nga Kosova për këtë çështje. Se kur kush nuk vjen për shembull brenda javës ta kryj vetëm një tur. Unë një tur paguam zinja 120 euro, kupton? Domethënë ju paguani varësisht prej sa transportoni, sa herë udhtoni. S'ka lidhje, për shembull, transporti Kosovë-Serbi është 120, 150, 100, nuk ka lidhje kjo. Po unë ku të rri 3 ditë, unë që të pare gjysën i ha, se duhet me hongër diçka, duhet me pi diçka. A kupton? Qartë. Edhe ai njëri po çon diçka të shtëpia, ai duhet me bos zgjidhje për familjen e vet dhe ai merr rrugën e Gërbetit pastaj. Janë përmi 2-3 shoferë që kanë ikë nga Kosova për çdo probleme maltretuese. A beshet gjithë duke prit këto. Këta kamiona janë prej 10 në Dumajtura. Shumë e gjatë po duket nga pamjet Rushdi kjo kolon, a e den sa 3 kilometra. Për momentin është 3 kilometra gjys. 3 kilometra gjys. Uroj të bëhet një zgjidhje sa më shpejt Rushdi. Faleminderit shumë që na informove. Vetëm në 1 minutë rrim te kufini ta shikojnë gjithë pamjen e kufirit, edhe pastaj mundesh ta ndërpresish linjën direkt. Vetëm shikoj shumë e vështirë. Si po ja dilni nëse ke qëndru 3 ditë aty? Ushqime, nevoja tjera. Ne kem problem për gjëra higjienike, materiale, s'ka as WC këtu. As kur gjë duhet 3 kilometra me shku në aton kufinit për një nevojë, për me ble ujë, për me ble bukë, për me... E mos flasëm tash edhe për këta tjerë, të flasë edhe diçka. Njerëz që kanë këtu me Ramazan, janë të lodhur, janë traskapitur, edhe presim gjona të mërzitur, si të veprojnë ata njerëz që i nuajnë Ramazanin. Që i takoj unë këtu. Po, e qartë, situatë shumë e vështirë, a mund të skaloj, po e që i kushtin e situatë atë? Unë të tërgoj, unë jam shoferi, unë nuk kam derë që dal edhe flas, ndoshta e tjertë kanë ndoshta edhe pakës panik për shkak se jo mos po marrin për syt keq pastaj në kufi, jo aso se edhe kësi raste ka. E çka bëhet nëse marrin për syt keq? Po pastaj t'i vajnojnë letrat edhe 2 të tjera. Wow. Do me thonë edhe këso situata është ka. Që edhe 20 sekunda do shohish kufirin e Kosovës. Kufirin e Kosovës. A të lejohet me komuniku me policët aty? A komunikojnë ata? A flisnin ndonjëherë me ta? Ata komunikojnë, po si ta shohin për si televizion. Shiko, tash kemi kufirin nga ana Serbisë, pastaj nga ana Kosovës. Dhe kjo është merrsisht e papranueshme. Dhe ju jeni në pjesën... Unë mundova ta marrë dhe Ermal Pandurin aty, posun e gjesha kontaktin, ta merë në debat plus, ta bën, shiko. Ani se kemi trajtu na, tash e trajton edhe debat plus, besoj, se që është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme, se kjo është e papranueshme, gjithë të rritës që kanë patent shofer, deri në CE, do ikin nga Kosova në qoftë se kjo zgjatë edhe më gjatë. Ju jeni të qëndru, Rushdi, ju po qëndroni në pjesën e Serbisë, apo në teritorin serb jeni aktualisht, duke prit në radhë, kështu që të hyni. Po. Mirë Rushdi, faleminderit shumë për këto informata dhe pami që na solla në kohë reale, edhe ashtu është në afërsitë Po, ona Serbi. Po, e kuptova. Faleminderit shumë. Po ndërpret lidhja. Po ndërpret je afër kufirit. Faleminderit ty, faleminderit. Uroj të zgjidhet sa më shpejt ky problem.